Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës kremtoi 20 vjetorin e themelimit. Në fjalën e saj përshëndetëse, ministrja e arsimit, Mirela Kumbalo, vuri theksin te roli i universiteteve si motor zhvillimi dhe domosdoshmëria e profilizimit dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë shqiptar. Universitetet nuk janë ishuj të shkëputur nga një ekosistem njerëzor, kulturor, historik dhe profesional. Duam s'duam, madje më shumë duam se sa s'duam, universitetet marrin identitet nga territori, nga komuniteti dhe ana tjetër territorit ku zhvillohen i japin vizion. Janë të mjaftueshme 20 vite për të ndërtuar një identitet institucional. Pra, edhe për të hapur një kapitull të ri, ambicioz dhe Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës sot është pas një dilem një aktor i rëndësishëm në hartën e arsimit lartë në Shqipëri. Jemi në prag të vitit 2026, i cili do të jetë dhe viti në buxhetin më të lartë historik për arsimin. Për arsimin e lartë dhe programin shkencor janë dedikuar 146 milion euro nga buxheti i shtetit. Më vjen shumë mirë që strategjia e profilizimit të UAMD-s përmes ndërkombëtarizimit për vitin 2025-2030 përkon plotësisht me atë që ne kemi prioritet për arsimin e lartë, ndërkombëtarizimin. Ka ardhur koha më shumë se kur që universitetet duhet t'i përgjigjen ndryshimeve të shpejta të tregut punës. Universiteti që mbetet mbrapa nga zhvillimi ekonomik është një universitet që patjetër duhet të rishpik vetveten. Ceremonia shërbeu si moment reflektimi për arritjet, por edhe si piknisje për fazën e re të zhvillimit të Universitetit Aleksandër Mojsiu në shërbim të studentëve, qytetit të Durrësit dhe vendit.